Edhe njëtën të digje me dot këtë dëshkë Po që në Kosova e në gjaku në banë Statori po na njoftojnë se do të nisë protesta, do të nisin fjalimet e para për këtë protest, ndërkaq do t'jenë 90 ditë afat për gjykatën që të merr një vendim për 4 Sot është 17 shkurtit, urime dita e pavarësisë, është dita kur një popull e shpalli para botës të drejtën për shtet, për liri dhe për dinjitet. Por kjo ditë nuk është vetëm fest, është edhe kujtesë. Sot në Hagë ndodhen ish udhëheqësit e UÇK-s dhe të shtetit tonë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Emra që për shumë kënd përfaqësojnë kapituj të tërë të historisë sonë të rezistencës dhe të shtetë ndërtimit. Vion nga parimet e babarazis dhe panshmëris dhe kur gjyqi në Hagë thirrët dhe vepron. Ushtria e jonë mbushën trenat për kufin, o mbushën varret plot fëmijë. Kushit frym 3 shkronjave që janë dhe betimi. Kjo është pamja e lirisë së Kosovës.